بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ne do t'i tregojmë ty ngjarjet më të bukura përmes shpalljes së këtij Kur'ani. E ti me të vërtet këto nuk i ke ditur më parë. Sofra nga qielli. Kur havarijunët thanë: O Isa i biri Mariemës, a mundet Zoti yt të na zbresë një tryes nga qielli? Ai u tha: friksohuni Zotit nëse jeni besimtar. Ata thanë: ne dëshirojmë të hamë prej asaj dhe të na qetësohen zemrat, edhe ta dimë se na ke thënë të vërtetën e të jemi dëshmitar të asaj. Të dashur miq, mirë se vini në rrëfimin e radhës Sofra nga qielli. Që moti e vështroja këtë burr të mirë, që i vogël më tregonte gjëra interesante, bile edhe kishte raste që më tregonte çka më ka përgatitur nana për ushqim të drekës, apo edhe ku më fshehen gjërat që ne i kërkonim por nuk i gjenim dot. Ai ishte i jashtëzakonshëm. Këtë e flisnin të gjithë, edhe prindrit e mi, bile edhe gjyshi im kur tregonte për familjen e Imranit, pra për gjyshin e Mesihut, Isaut, të birit të Mariemës. Ata më tregonin se ky ka folur që i posa lindur. Kjo dukuri dhe këto çuditëra që i kemi dëgjuar, dita ditës po na i konfirmon dhe po na i vërteton edhe me mrekulli të tjera. Unë kisha shumë besim në të. Në jetën time e doja më shumë se gjithçka tjetër. Një ditë ishte sëmur një burr në sokakun tonë. Ai e kishte humbur shikimin dhe kërkonte ilaç. Edhe pse kishte shumë burra dhe gra pleq që dinin t'i shëronin njerëzit dhe u bënin mirë po mësuesi im, ashtu siç i thonim ne Isaut, të birit të Mariemës, bënte gjëra që njerëzit as në ëndër nuk i shihnin dot. Ai naftoi të një smur që të shohim se si do t'i ndihmoj atij. Ai bëri lutje ka qielli dhe e fërkonte fytyrën e plakut, derisa Zoti ja pranoi lutjen, atij i u kthye shikimi. Plaku filloi të kërcej nga gëzimi. Këtë e panë të gjithë. Këtë e përjetoi një numër shumë i madh i njerëzve. Të gjithë ata e pyetën se ku e merr këtë energji. Ai ju përgjigj: kjo është thjesht vullneti i Zotit dhe jo energjia ime. Unë jam vetëm një i dërguar i Zotit. Dita ditës mësuesi ynë nxirrte çuditëra të shumta. Ai i thriste njerëzit për mirësi ndaj njëri tjetrit, thriste për besim ndaj Zotit dhe prezantohej si i dërguar i Zotit. Padrejtësia nuk është nga Zoti, por nga ne njerëzit. Kjo bëri që njerëzit gjithë më shumë ju bashkoheshin dhe e ndiqnin këtë shumë e më shumë. Feja e mësuesit ton, e Mesihut, të birit të Mariemës, u bë liq për shumicën e popullatës. Ai jepte një sugjerim, të gjithë e praktikon. Në ndërkohë po e ndjejmë pakënaqësinë e elitës dhe parisë shtetërore. Ata kishin frikë që ky po organizon grush shtet dhe kështu që nisën një iniciativë kundër të dërguarit të Zotit. Kur e hetoi ai se po i bëhet presion nga të gjitha anët, na grumbulloi neve që na quante havarijun, miq dhe shok të ngushtë, dhe bëri me dije se kjo është një gjë e madhe dhe se duhet të forcojmë besimin ton ndaj Zotit. Ne ishim 12. Që të vërë në sprov besimin ton, ai kërkoi nga ne që të agjerojmë 30 ditë. Të gjithë ju përgjigjen pozitivisht. Askush nuk dishonte në thënjet e tij
dhe vendimet e tij. Ashtu që ne i përjetuam 30 ditë të lehta në jetën tonë. 30 ditë kur shpirtit i dham përparësi nga trupi. Aty, diku nga mesi i agjerimit, e pyetëm: O biri i Mariemës, a mund Zoti yt të na zbres një sofër me ushqim përplot nga qielli? Ai u habit nga pyetja jonë dhe na tha: Si mendoni kështu? Çfarë pyetje është kjo? A mos valli jemi në dyshim edhe ne ndaj Zotit, sikur që janë ata jashtë? A nuk keni parë ju mrekulli dhe mucize më të mëdha nga Zoti përmes meje, se sa një sofër me ushqim? A nuk ju tregoi Zoti madhërinë e tij përmes ringjalljes së të vdekurve? Friksohuni Zotit nëse jeni besimtar. Ne ju drejtuam: O i dashur i Zotit, ne nuk kemi fare dyshim. Ne dëshirojmë të hamë prej asaj dhe të na qetësohen zemrat, edhe ta dim se na ke thënë të vërtetën, dhe të jemi dëshmitar të asaj, dhe të jetë kjo pas agjerimit ton një fest për ne dhe për ata që vinë pas nesh. Atëherë Zotëriu ynë u largua pak nga ne dhe u zhyt në lutje. Ai e lëvdoi Zotin dhe e falendroi, dhe së fundi ju drejtua: O Allah, o Zoti ynë, na zbrit nga qielli një sofër që do të jetë fest për ne, për të parët tanë dhe ata që vinë pas nesh, por edhe argument nga ana jote dhe na furnizo, se ti je furnizuesi më i mirë. Isau, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, na u drejtua duke na thënë: O shokët e mi, Allahu do t'i përgjigjet kërkesës suaj, do të na lëshoj një sofër nga qielli. Gëzimi i madh mbuloi fytyrat tona. Të gjithë ne të mahnitur po prisnim si do të zbres sofra. Edhe njëherë po ua potencoj, jo se ne nuk besonim se mundet të bëhet, nga se kishin ndodhur gjëra edhe më të mëdha se kaq. Por ama, ato mrekulli tjera ne nuk i kishim kërkuar. Ata kanë ardhur me vetë dëshirën e Allahut, kurse ne dëshironim të mbushnim zemrën tonë me iman dhe të ngulitët thellë, andaj kërkuam të plotësohet diçka nga dëshira jonë. Dhe ja, po na vjen. I dërguari i Zotit na tërhoqi vërejtjen se kur të vinë sofra që e kërkuam, të kemi kujdes ta pranojmë si furnizim nga Zoti dhe nuk kemi të drejtë ta mohojmë bereqetin e Zotit, nga se dënimi do t'i jetë i madh. Jo, mos u mërzit, nuk do ta mohojmë asesi, ju përgjigjem ne. Në këtë çaste, po e ngrem kryen ka qielli dhe po shohim një sofër që zbret për në tokë me një zbritje të ngadalshme dhe precize. Kjo i ra në sy të gjithë qytetit, të gjithë rajonit. Të gjithë u të buan për të parë se çka mbi të. Mish të pjekur, bukë taze të gatuar, pemë dhe perime nga të gjitha llojet që ekzistojnë në dynja. O Zoti i madh! Kur pam se ushqimi ishte i caktuar dhe erdhën njerëz gjithandej që të marrin diçka nga ky bereqet, ne u larguam pak duke i thënë të dashurit të Zotit se neve na u përmbush lutja dhe dëshira, kurse ne po shohim njerëz skamnor që kanë nevojë më shumë për këtë ushqim. Prandaj u shpërndajmë atyre. Atëherë u afruan të gjorët dhe miskinat. Bile Zotëria ynë ju ndihmonte edhe i shëronte nga smundje të ndryshme duke ju thënë: hani dhe pini nga risku i Zotit tuaj. Kaluan disa orë, hëngrën dhe pinë të gjithë. Nuk mbeti askush pa ngrënë. Sipas numërimit ton ishin aty diku 7.000 njerëz.
Dhe më interesante ishte se i fundmi hëngër po aq sa hëngri i pari, pa i munguar asgjë nga llojet e ushqimeve mbi tryez. Sofra nuk përfundoi me aq. Zoti e zbriti këtë sofër edhe ditën e nesërme. Të gjithë e pritnin, të gjithë hëngrën dhe të gjithë u ngopën. Kjo ndodhi edhe ditën pas saj. Kështu vazhduan 40 ditë me radhë, përderisa mirësinë e Zotit njeriu të mos e keqpërdor. Pasanikët dhe paria shtetërore tani më nuk po i lenin skamnorët t'i afrohen vendit të sofrës. Ata filluan të bëjnë marrë dhe tregti me ushqimet dhe të përfitojnë nga ata. Këtë marrësi Zoti nuk e toleron. Atëherë u ndalua ardhja e sofrës. Nga ajo ditë nuk pa më mirësi nga qielli fare. Ndalimi i sofrës i udhëtoi armiqtë e profetit të Zotit edhe më shumë. Dhe ky ishte një shkas që ata tani më ta luftonin atë në formë frontale. Ne filluam të fshihemi gjithandej, mbase mos vallë e gjejnë atë dhe me të edhe neve, dhe kështu përfundojnë të gjithë. Profeti ynë e hetoi këtë dhe na tuboi të gjithëve dhe na tha: tani më vinë kohrat më të vështira të jetës sonë. Mosbesimi i tyre ka arritur kulmin, andaj mos pritni më që do t'i kthehen në rrugës së drejtë. Andaj po ju pyes juve: kush do të jenë ndihmëtarët e mi në rrugë të Allahut? Ne i thamë: ne të gjithë jemi për krahasit e tu për hir të Zotit. Ne i besojmë Allahut dhe ti dëshmoje se ne jemi një mend të nënshtruar ndaj Zotit. O Zoti ynë, ne i besojmë asaj që e ke shpallur ti dhe kemi pasuar pejgamberin. Prandaj na shkruaj neve në mesin e dëshmitarëve. Ai na tregoi se armiqësia në vit të parë është ndaj ti dhe se ata do të mundohen ta vrasin, por atë do ta shpëtoj Zoti. Ai do të ngrihet në qiell dhe tendenca e tyre për ta vrarë do të jetë e kotë, kurse ne do të shpërndahemi në popullat dhe nuk do të kemi rrezik. O Zot, çfarë ndjenje? O Zot, pse ka kështu njerëz? Dhe kjo ishte hera e fundit kur e kemi takuar atë, dhe urojmë që ta takojmë të Zoti ditën e Kiametit, që Zoti vetë të ndaj me drejtësi ndaj atyre që përhapnin pa drejtësi. Pejgamberi ynë i paqes dhe i mëshirës atëherë kërkoi nga ne të zhytemi në lutje të Zotit, kurse ai na printe, ai ngriti duart ka qielli. Ai filloi të lutet në formë që ne kur më herët nuk i kishim përjetuar ashtu. Ai tha: o Zot që je një dhe i pashoq, ty të takon lavdërimi dhe nënshtrimi, ti je i pari dhe i fundit. O Zot, ne bashkarisht dëshmojmë se ti je Zoti ynë dhe vetëm ty të adhurojmë. Unë isha në mesin e këtyre djelmoshave dhe e solla emanetin tënd te secila derë dhe deri te secili kulm. Disa e pranuan dhe shumica në refuzoi. Unë u kam thënë që vetëm një Zot të adhurohet dhe këtë ti e di më së miri, o Zoti im. E pasi të më marrësh shpirtin, këta njerëz i lënë në dorën tënde, në mbikëqyrjen tënde, kurse ti je dëshmitar i gjithçkaje. O Zot, nëse këta njerëz që i lënë në dorën tënde i dënon, ata janë robërit e tu, e nëse u afal, ti me të vërtet je i fuqishëm dhe i urtë. O Zot, nëse këta njerëz që i lënë në dorën tënde i dënon, ata janë robërit e tu, e nëse u afal, ti me të vërtet je i fuqishëm dhe i urtë. O Zot, nëse këta njerëz që i lënë në dorën tënde i dënon,
ata janë robrit e tu. E nëse u afal, ti me të vërtet je i fuqishëm dhe i urtë. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Përktheu dhe përgatiti Bekim Alimi.